u bën 2 orë në këtë seancë që po i bie gjoksit se kush e dashuron më shumë Kosovën, në një nacionalizëm të shterp, duke akuzuar në mënyrë të ndërsjellë se kush ka bërë afera me Vučićin e kush e ka bërë me Miloševićin, ndërkohë që ka një zgjidhje fare të thjeshtë. Njëra palë le të pranojë mocionin për gjenocidin në Kosovë dhe gjithë së bashku të shkojmë në tubimin për krerët e UÇK-s. Nuk ka pse të vazhdoj kjo farsë tash 2 orë. Sa i përket pastaj patriotizmit dhe dashurisë për atë dheun, e keni dëshmuar të 2 palët, kur ka qenë ajo radha dhe rasti për të keq qeverisur shqiptarët, për t'ju vjedhur fondet, e treguat edhe sot, madje,